Përshëndetje dhe mirë se vini përsëri në një video të radhës. Në këtë video do të shpjegojmë këtë pjesën mbas userave që folëm në videon e kaluar. Tash do flasim për tools ose mjetët. Çfarë ka këtu? Është pjesa e importit. Çka ka import? Import është pjesa ku ne mund të importojmë për shembull postime apo komente për një website tjetër tek website jonë, mirë po normal të jetë në të njëjtën me të njëjtën CMS, me WordPress. Edhe kena pjesën e export, do të thonë tash këtu e kena mundësinë me bë export postimet, page-at ose media çfarë kena. Për shembull dëshirim të bëjmë export postimet, për shembull kena 500 postime ose 50 postime, edhe për postime dëshirim të bëjmë export tek një website tjetër, edhe i zgjedhim për shembull postimet, cilat kategori, për shembull i them postimet, nëse kena portal i them postimet e lajmeve, autori kush do jetë, cilat postime me status, edhe i bëjmë download export file, edhe këto domethënë bëhen export këto postime me kategorinë lajme, dhe pastaj këto postime mund thjesht i bëjmë import tek një website tjetër nëse e kena kriju, edhe i kena të gatshme direkt domethënë duke i bëj import. Pastaj kena pjesën e site health, është shëndeti i website-it, tu tregon domethënë disa rekomandime ose probleme që mund t'i ketë website-i jonë në pjesën bazike, në core theme ose në core sistem, që është vetë sistemi i WordPress-it. Ai këtu domethënë na tregon detaje dhe rekomandime që duhet me marrë ndërveprime. Për momentin tregon që është mirë, është domethënë për momentin është në rregull gjithçka. Edhe këtu kena disa rekomandime, këtu tregon që për momentin domethënë ke shumë themesa që janë inaktiv e duhet me i bë do të thonë disable ose me i bë remove. Edhe të në tregon për PHP domethënë që ta bëjmë update në versionin e fundit, edhe jena në rregull, pas e largon këtë dyja. Kjo është sa i përket statusit, pastaj kena këtë butonin info. Çfarë ka tek butoni info? Tek butoni info i ketë gjitha informatat që kanë të bëjnë në lidhje me WordPressin, serverin, themat, pluginsa, databazën dhe gjithçka tjetër që lidhet me webin tonë. Për shembull tek WordPressi këtu mund të shikosh se çfarë versioni është, çfarë gjuhë, të zona, detaje tjera. Edhe këtu e kena active theme, cilën theme e kena aktiv, e kena këtu, autorin, gjëra tjera, serveri, çfarë serveri i përdorim, Nginx, PHP-n se e kena, sa është PHP time limiti, memoria sa është, dhe gjëra tjera. Për shembull kena herën të ardhmen probleme, ose klienti pyet për shembull a mund ta shikojmë se çfarë PHP e përdorim ose ndonjë detaj tjetër, ti lirisht mund vish këtu domethënë edhe ti shikosh të gjitha domethënë detajet që lidhen me webin tonë. Edhe pastaj këtu nuk ka nevojë qini as pak, për shembull as tek kjo pjesa e theme editorit, do të është kodi domethënë i vet WordPress, kështu që këtu mos qini asnjëherë pa mos qenë programer e kështu me radhë. Domethënë tu ku do keni punë është do keni punë tek site health që më i shiku këtë pjesën e rekomandimeve, edhe në të ardhmen shumë rrallë mund t'ju hyjnë punë, domethënë kjo import dhe export. Ta shkojmë tek pjesa e settings. Tek pjesa e settings e kena një pjesë shumë kryesore të website-it tonë që prej këtu fillon edhe ajo pjesa e setupit që ne i bëjmë fillim. Tu në fillim e kena emrin e website-it, trajnimi gjigant, tu kena një tagline ose një slogan që mund ta vendosim tu. Edhe kena site icon. Çfarë është site icon? Site icon është domethënë tek five ikoni, që për shembull kur e klikon këtë hapin, shihoj këtu si ka një ku e kam lart mouse-in, ka një ikon këtu, një fotografi e vogël që është logo e WordPress-it, dhe kjo quhet site icon ose fav icon. E si mund ta ndrojmë këtë? E ndryshojmë prej këtu,
edhe e zgjedhim për shembull këtë fotografinë, edhe dëshirojmë për shembull ta vendosim si site ikon këtë pjesën këtu, ka që kena mundësinë që mund ta zvoglojmë, ne po do e vendosim tek pjesën këtu që shikohet edhe numri 19 edhe kjo me të kuqe calls. Edhe bëjmë crop, edhe ja ku del domethënë këtu, nëse e bëjmë save, japim refresh kësaj, shif tash si do ndryshon kjo. Ja pra ku ndryshoi edhe kjo site ikona. Pastaj kena këtu pjesën si e kena domenin, domethënë është domeni lokal që kena për momentin trajnimi gigant.lokal, e kena administration email address, këtu është emaili kryesor i administrimit që çdo email që do na vjen në kontakt forma në server dhe gjithkund tjetër për kontakt do jetë domethënë ky email këtu, kështu që do të vendoset gjithmonë emaili kryesor që do jetë funksional për website-in. Edhe këto kena pjesën e membership, nëse ke domethënë një website që ka lidhje me pjesën e forumeve ose për regjistrime për të bërë antar e kështu me radhë. Edhe kena këtu new user default role, e kena pjesën e roleve se këto userat nëse ke opsion që mund të regjistrohen, të çfarë roli do kenë tek regjistrimi, gjithmonë domethënë duhet ta bëni subscriber, jo role tjera, thjesht të jetë abonues. Tu është site language, domethënë se çfarë gjuhë ka website-i, tu mund të ndryshojmë gjuhën. Kur flasim mund ta ndryshojmë gjuhën, domethënë nuk flasim për gjuhën në front page, në pamjen e parë. Kjo është domethënë komplet pasaj tjetër, kjo është multi-language site. Të dhe shkojmë një plugin tjetër. Mirë po flasim për site language, flasim për gjuhën e website-it tonë prapavi. Kena time zone-ën, data date formatin, kena se si të duket pjesa e datave ose këtyre numrave. Për ta parë, kjo në varet krejt edhe se si na mësu ti mbajmë të. Edhe kena pjesën e formatit të kohës, PM, ose varet si e bëjmë, varet edhe prej vendit edhe prej shteteve se si janë mësu, ose si kanë ata atë pjesën e shikimit të kohës ose datës. Edhe kena week starts on, edhe kena Monday ose kur nis java, edhe bëjmë save. Pastaj kena pjesën anash writing, që kjo pjesa writing e kena pjesën e post via email, që nëse dëshiron domethënë të postojmë prej një email, domethënë duhet ta bëjmë ta lidhim këtë domethënë me këtë pjesën e kësaj që quhet, tash nuk di çfarë emri mund t'i them kësaj, mirë po duhet ta lidhim me këtë dhënat që i ka kjo pop 3 access dhe detajet tjera që janë, mirë po kjo domethënë nuk është se i hyn punë shumë, sepse për këto kena edhe plugins tjerë që mund na i kryjnë punën sa i përket kësaj pjese, kështu që me këtë nuk do keni punë as pak. Pastaj kena pjesën e reading, këtu domethënë do keni punë. Çka është reading? Tek pjesa e parë kena your homepage displays. Kjo tregon se çfarë faqe ose çfarë pjese të kontentin dëshiron të shfaqet në pjesën e parë. Në kjo pjesë e parë tu quhet homepage-i, që është trajnimi gigant.lokal me këtë domain, quhet kjo homepage-i, pamja e parë. E ti domethënë mund ta zgjedhësh në pamjen e parë dalje për shembull services, për shembull dalje kjo pamje. Në kjo që është services, si mund ta zgjedhësh e zgjedh prej këtu domethënë. Shkon tek static page, edhe kena homepage-in dhe post page-i. Tek homepage-i kena të çfarë dëshiron të vendosësh tek homepage-i. I thu për shembull home-in, nëse e zgjedh home-in, domethënë nëse japim refresh do dalë homepage-i. Do dalë kjo si del pamja e page-ave që i kena këtu, një moment vetëm, në shkrim tek pages, tu i kena 3 page-a. Edhe tu domethënë page-i parë që është home-i është kjo këtu. Ja pra, kjo. Edhe page-a tjera çfarë kena, simple page dhe services page. E kena simple page, që është kjo këtu. Të kena domethënë draft, të i fshim, që mos na pengojnë. Ne kena këtë simple page-in, që është kjo këtu. E tash dëshirojmë të themi se ne në pamjen e parë dalë simple page. Tash çka bëjmë?
i themi, ok, në pamjen e parë, dale simple page, nëse japim me save, refresh, edhe shkojmë e vizitojmë website-in tonë, edhe ja, në pamjen e parë, tek trajnimi gjigant pik lokal, domeni del, domethënë, si në pamje e parë del service page. Edhe kena edhe një page tjetër, domethënë tek pages, si e kena services, kjo është domethënë kjo këtu. Edhe ti mund t'i thosh kjo ndalen në pamjen e parë ose home page. E kështu me radhë. Kjo domethënë është pjesa se çfarë dëshiron të shfaqë në pamjen e parë. Ose e lejë për shembull postimet e fundit. Postimet e fundit është by default prej thimit. Ja, pra, kjo është domethënë dalin postimet e fundit në pamjen e parë. Domethënë këtu mund bësh manipulimin e pjesëve se çfarë do shfaqet në homepage, andaj domethënë mos ju hipe panika ndonjëherë që nëse në homepage-in e parë ndryshohet diçka, kështu që mund të vini ta shikoni prej këtu a është domethënë homepage-i. Zakonisht domethënë vendoset tu 99% të rasteve vendoset në homepage-i si first page në pamjen e parë. Edhe kena pastaj pjesën që ka rëndësi që do jemi punë është kjo search engine visibility, është çka kjo? Kjo është për shembull ti je të punu me një website, live në server, mirë po ende nuk e ke vendos publik. Në je të punu prapa vi për klientin, edhe tash ti që mos të ta bëj index Google, website-in duke punu, ti ke mundësi t'i thush tu domethënë search engine visibility, i thush kësaj butonit tu që nena të punu për momentin në website, andaj ti mos e bë index, kështu si që nga të punu, sepse ndoshta ende s'është gati, e ka detaje që nuk janë të mira, ti mos e bë index, edhe e bën save. Edhe tash ti punon rahat, ti punon rahat në website, domethënë live nëse ke server, derisa ti të ta konfirmon në klienti sa është i gatshëm që të publikohet. Atëherë domethënë nëse ti rrin në fund e bën gati, gjithçka është finalizohet, i bën editimet, i bën ndryshimet, ose për klientin ose për website-in tonë nuk pa marrë parasysh, pasi je ti domethënë gjithçka gati 100% se je i gatshëm që ta publikosh të website, atëherë vjen këtu edhe e largon butonin. Edhe i thu tash domethënë me këtë butonin që e largon, i thuhet që Google-i, ok, tash domethënë mund t'i bësh index faqen tonë edhe e bën save. Edhe kena pastaj pjesën e diskutimeve. Tu ke opsione domethënë të ndryshme. Tu ke opsione të ndryshme që mund të bësh sa i përket komenteve. Për shembull, tash do marrim një shembull ilustrues. Dëshirojmë që dikush mos na vendosë komente, ose të shojkojmë komentet për momentet e ki një postim për këtyre, postimeve nëse ka ndonjë postim të gatshëm, vetëm ta shikojmë çfarë postimi ja këtu. Blogu i parë. Tek blogu i parë kena këtë opsionin e komente. Nëse unë shkruaj komentet te kjo pjesa këtu, dhe i them që mos vendosë dikush komente. Edhe e bëjmë save. Tu ende nuk shfaqet kjo, nuk largohet, mirë për të larguar tash kjo se kjo ka mbet, domethënë tek si postim, e kena opsionin tek postimet, tek blogu i parë, e kena një opsion tu quick edit, edhe kena këtë opsionin tu allow comments. Do të më thënë i themi jo, mos e le që të bëjnë komente, e bëjmë update, tash nëse japim refresh, kjo opsioni tu për komente do largohet. Ja, pra ku largu. Edhe këtu e ke opsionin, do më thënë që e ke disa opsione, ke opsionin për shembull ti mbyllësh komentet nëse postimi është më i vjetër se 14 ditë, ose i thua për shembull për 3 ditë, mas 3 ditëve s'ka më komente, e bën limit e bën. Edhe mund të ke këtë opsionin e ke për shembull të të vijë email, nëse dikush post bën një koment të ri, ose bën ndonjë diçka tjetër, mund ta bësh me email të vijë postimet, dhe shumë gjëra tjera që këtu mund të editosh sa i përket pjesës së komenteve. Komentet i pam domethënë në videon e kaluar. Ta shumë për shembull këtu kthehem edhe një herë tek blogu, edhe e lejoj këtë komentin këtu që dikush të bëjë komente,
i hap refresh, edhe unë këtu për shembull mund të bëj një koment. Post një koment, edhe e postoj. Edhe ja ku del domethënë komenti im këtu. E tash neve si notifikacion automatikisht na vjen domethënë këtu. Nëse unë jap refresh, edhe shikoj me kemet ja domethënë tash del një blog, një koment i ri. Ja, pra në këtu tash e kena atë opsionin që ta bëjmë unë approve ose reply edhe ja kthejmë këtu. Po është e sakt. Vetëm sa për ilustrim, e bëjmë reply, nëse japim këtu refresh, në tash dalë komenti im, ja pra dhe më thënë ku del komenti im këtu. E kështu me radhë. Kjo është sa i përket komenteve, kjo më shumë ndodh domethënë kur ka forume ose portale kështu që ka diskutime të shumta aty. Edhe kthehena tek pjesa përsëri tek settings, pjesa diskutimeve, do të kishte sa i përket kësaj pjese. Edhe në fund e kena këta avatars, domethënë në këto pjesët e ikonave që kena mundësinë me i fshi këta me i bë domethënë disable, edhe mos më na u shfaq ato. Edhe kena pjesën e mediave, këtu është pjesa e mediave, cilësimeve të fotografive se si do bën upload ato, edhe çfarë dimensionesh do kenë. Dimensionet by default janë domethënë këta për thumbnail, për të vogla, për medium size dhe large size. I lejmë kështu siç janë sepse kjo është mënyrë që vjen vetë nga WordPress, andaj nuk i prekim këto, kështu që janë shumë në rregull. Edhe kena pjesën e permalinks. Çka janë permalinks? Janë këto linkat mbrapa që vendosen këtu, shive. Këto janë vendosen këtu linkat mbrapa. Këto quhen domethënë permalinks ose slug ose URLs. Pa marrë parasysh se cilën ta përdorin, është e saktë. Cila është më e mira për këtyre është domethënë që të vendoset post name gjithmonë. Për shembull, çka është plain? Plain është që mbrapa kësaj dalin fjalë të cilat domethënë ti nuk i kupton. Për shembull, nëse bëjmë save, do të thonë japim refresh, edhe him tek një postim, ja pra shif këtu si del tash pikpyetje page vis post ID e barabar me 16, më dalin gjëra që është link jo i kuptueshëm, s'di ti se ku ke hy, edhe day name, domethënë nuk është e mirë preferohet bëhet. Për shembull nëse një këtu nëse ka një postim, të shikojmë postimet, nëse na dalin, një moment, që nëse him tek postimet, tash postimet na dalin këtu me data, shive, 2025, muaj 12, edhe kjo nuk është shumë e mirë, si opcion, edhe kena month and day date, muaj dhe emri, asë nuk është shumë e mirë, edhe numerik nuk është shumë e mirë, shive si duket numerik duket domethënë këtë lloj forme, edhe kjo nuk është, më e mirë është domethënë post name. Thjesht dalë emri i postimit, që më tregu që ti nëse ti hyn tek simple page, të mbrapa të dalë the simple page. Nëse hyn tek services të dalë services. Nëse hyn tek home të dalë home. Ose nëse hyn tek një blog, për shembull nëse hyn tek një postim, blogu i dytë të dalë mbrapa blogu i dytë. Vetëm ta bëjmë të save. Post name e bëjmë save, nëse hyn tek blogu i dytë, të dalë tash blogu i dytë. Blogu i parë, blogu i dytë. Ja, pra, blogu i dytë, jena tek blogu i dytë. Blogu i parë, blogu i parë. Kjo është post name, sepse kjo ka rëndësi shumë në pjesën e SEO-s, që linkat domethënë përputhen me fjalën e emrit të titlit edhe me fjalën e keywordit, që me targetu domethënë nga gjitha anët keywordin edhe automatikisht Google bëhet sinjal që ky page është fix ajo që e lip useri. Edhe kena pastaj tek permalinks, kena këtë pjesën që do ta bëjmë post name, edhe kena privacy, dhe kena domethënë mi lexu privacy policy për pjesën e page-ave ose ato që i ka vetë WordPress-i, që ti mund të lexosh në detaje se çfarë terma edhe çfarë politika ka WordPress-i, i lexon mirë të, kështu me radhë. Edhe kena pjesën e duplicate page, kjo është ajo pjesa e pluginit që instalum, atë plugin duplicate page, edhe butoni i fundit është collapse menu, kjo është domethënë me largu këtë panelin anonymized, që mos të pengohen ndonjëherë, edhe me këtë e bën collapse edhe e kthen mbrapa.
Kjo dhe më thonë ishte sa i përket pjesës së toolsave, edhe general settings, settingsat kryesor, edhe me këtë pjesë, dhe më thonë e kryjmë pjesën e dashboardit, ose back office-it, ose pjesës prapavjes mbrapa, backendin mbrapa, sa i përket dashboardit të WordPress-it, që i ka dhe më thonë vet by default në këto pjesë. Në këto janë, dhe më thonë, komplet çfarë ka WordPress-i, vet nga Fori. Andaj, dhe më thënë, tash do të nisim për pjesën e radhës, do nisim tash me pjesën e Gutenbergut, page builderave dhe themesave, edhe me u thellu tash në detaje, tash më thënë, him tek faza, që është pak më e thellë, edhe që do të bënë, që do na bënë më shumë sens sa i përket ndërtimit të webfaqeve me WordPress. Andaj dhe me thënë, me këtë e mbyllim të pjesën e parë në shpjegimit të dashboardit komplet panelit të WordPress. Andaj nëse keni pyetje sa i përket këtyre të gjitha ligjëratave dhe këtyre pjesëve që deri tash, lirisht mund bëni koment edhe në video, në YouTube, ose të kanali, të grupi që kene në WhatsApp, aty dhe me thënë e keni opcionin që të pyetje që përgjigje me pyet dhe me thënë çfarë keni pa qartësi sa i përket kësaj pjese, unë automatikisht dhe me thënë do hi edhe do ju përgjigjem, edhe do e shikojmë dhe me thënë se çfarë ka, çfarë nuk ka. Andaj dhe me thënë juve ju kësha sugjeru që vetë tek instalimi juaj që dhe bëni në kompjuterin tuaj, ti bëni gjitha këto që i këmë bunë, ti testoni, ti prekni, që ti keni pak më qarta, edhe tash do me thënë do him në fazën e pjesës së ndërtimit të një webfaqe me WordPress. Nëse keni diçka të paqartë, dirisht do me thënë mund të më kontaktoni në grupin në WhatsApp. Deri në video në radhës, mirëmbëjtje dhe shihemi në një video tjetër.